Abdullah Hotit për ndërrim të leadershipit. Pse mendoni që ka ndodhur pikërisht tani? LDK-ja njihet edhe e ka vlerë kryesore demokracinë e brendshme, secili antar i LDK-s ka të drejtë me shpreh mendimin e vet. Lidhja Demokratike e Kosovës me 19 nëntor të vitit 2023 e ka mbajt kuvendin e saj zgjedhor, ku e ka zgjedhur në mënyrë unanime, me unanimitet të plot kryetar të LDK-s për 4 vitet e ardhshme, zotrin Lumer Abdigjiku, e në të njëjtën kohë e ka votu edhe Këshilli i Përgjithshëm kryesinë e LDK-s për 4 vitet e ardhshme, kështu që LDK-ja ka kryetarin e saj, nuk menoj, nuk pajtohem në asnjë mënyrë që LDK-ja është e përqarë, LDK-ja është e bashkume, prapë e përsëris, ka mujt me pas disa pakënaqësi prej disa deputetëve, mirë po këtu të gjitha kanë qenë në vazhdim e diskutimeve të brendshme që i zhvillon një parti. A është ndarë LDK-ja, le të themi kështu, në dy grupe, në të vjetrit dhe të rinjët? Jo. Ashtu siç ka pasur zëra. Absolutisht nuk është ndarë në të vjetrit, në të rinjt. LDK-ja nesër dhe mbajtëm një mbledhje të grupit parlamentar, është një grup unik, nuk ka grupacione brenda LDK-s, sidomos kjo e gjeneratave nuk ekziston në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Për LDK-n është vlerë secili antar i saj dhe absolutisht nuk ka asgjë të vërtetë në këtë. Zotri Kuri, me që edhe nuk ju kemi pasur në studio pas rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit, sa është ndarë LDK-ja e kënaqur me rezultatin që ka arritur dhe me numrat që ka siguruar për deputet, krahasuar edhe me zgjedhjet e kaluara? Natyrisht, secila parti që hyn